Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, ka bërë me dije se kjo parti është në komunikim me opozitën rreth formimit të një qeverie të re në Kosovë. Ai ka treguar se LDK-ja vetëm me vetevendosjen nuk ka asnjë komunikim. Në një intervistë për mediat në Kosovë, ai e ka nxjerrë sërish frazën e tij të famshme, duke thënë se posti i kryeministrit dhe presidentit kalojnë nga zyrat e LDK-s. LDK-ja në këto 25 vjet i ka mbajtur të gjitha partitë politike mbi shpinë. Ka dalë para, ja ka dhënë të tretin, po ashtu ka dalë dyta, ka udhëhequr qeverinë dhe çdo formulë politike që ka qenë në Kosovë. LDK-ja e ka kapitalizuar në interes të Kosovës dhe shumë më pak në interes të vetin. Këto zyre që po shihni ju prap mbetën zyre që kalon kryeministri dhe presidenti. Sërish, pse kemi atë rol? Ne nuk jemi arrogant në politikë dhe nuk shantazhojmë politikisht, ka thënë Aziri. Mëtej ai ka treguar rolin e LDK-s në formimin e institucioneve të reja pas zgjedhjeve të nënteshkurtit. Roli jonë është asas, duhet lexuar drejt, nuk është i kushtëzuar dhe që nuk ekziston komunikim. I vetmi mungesë komunikimi që LDK-ja tani e ka është me lëvizjen vetevendosje. S'ka as bashkëpunim partijak dhe bashkëpunimi institucional në kuvend është bërë një anshëm nga LDK-ja. Sa është lexuar bashkëpunimi ai është diçka tjetër, por ne kemi vepruar për qëllime politike më të mëdha. Tash jemi në pozicionin e njëjtë. Jon ton ka shqip bashkëpunimit me lëvizjen vetevendosje në formim të ekzekutivit e kemi bërë të qartë. Në anën tjetër, raporti me partitën e dytë dhe partitë e tjera që janë në kuvend, AAK-n dhe Nismën dhe pakicat etnike, ne kemi bashkëpunim dhe komunikim. Për aq sa ka nevojë ky proces zgjedhor, ka thënë Aziri. Pasi konfirmoi takimet e Lumir Abdixhikut me liderët e partive të tjera opozitare, Aziri tha se për LDK-n primare është harmonizimi i programit qeverisës, por sipas tij, të njëjtin duhet ta udhëheqë në qeveri lideri i partisë së tyre. Megjithatë, Aziri thotë se LDK-s nuk duhet i bëhet presion publik nga askush për të bërë qeverinë me PDK-n dhe AAK-n Nisma. Duke komentuar akuzat e kryetarit të AAK-s, Ramush Haradinaj, se LDK-ja ka pozicion bllokues në formimin e qeverisë së opozitës, Aziri thekson këso qëndrime nuk presin nga ata që kanë histori bashkëpunimi me LDK-n dhe që dëshirojnë në rrugën e bashkëpunimit. Megjithatë, numri 2 i LDK-s shpreh brengën se partia fituese e zgjedhjeve, Lëvizja Vetevendosje, do të tentojë ta zvarrisë formimin e institucioneve të reja, duke prolonguar zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për rrjedhën e afatit ligjor prej 15 ditësh për formimin e qeverisë, fillimisht duhet zgjedhur trupa e kuvendit, përfshirë kryetarin dhe nënkryetarët. Sipas vendimit të gjykatës kushtetuese marrë në 2014, në rastin e atëhershëm Vlan, nominimi për kryetar të kuvendit i takon partisë fituese të zgjedhjeve. Prandaj Aziri thotë se vendi më shumë ka mundësi të hyjë në krizë politike sesa të ketë një qeveri të re.